Sheshi përpara kryeministrisë përsëri nuk është lënë bosh, por ka edhe atje protestues të cilët janë duke qëndruar, teksa do duhet thënë se një pjesë e të rinjve janë në këtë ambient dhe janë në këtë ambient teksa janë duke kërkuar që të marrin banderolën për ta rivendosur sërish apo për ta marrë nuk di pse, por ka përpjekje të studentëve, ata të cilët pra kanë qenë në këto ambiente për ta shpalosur atë banderol për ta rimarrë përsëri. Ndërkohë, shumica e këtyre personave që ndodhen këtu, shumica janë të rinj, janë studentë, edhe pjesë e kësaj shkolle, e këtij universiteti, të cilët pra janë duke tentuar që të marrin banderolën e madhe në cilën shkruaj ju erdhi fundi dhe që shkaktoi të përplasje pasi rojet e godinës tentuan që të mbanin studentët e mbyllur ata të cilët e hodhën këtë banderol nga një kat i lartë i kësaj ndërtese dhe që mbyllja e tyre shkaktoi edhe pak kënaqësi tek studentët e tjerë dhe të rinj, të cilët erdhën dhe kërkojnë që të marrin përsëri banderolën. Pra është kjo ajo çfarë po ndodh aktualisht në Universitetin Politeknik të Tiranës, ku kati i parë, i dytë, i tretë, i katërt është me të rinj të cilët janë duke tentuar vazhdimisht të kërkojnë banderolën. Mirë Osman, nga njëra anë po ndjekim pamjet e drejtë për drejta nga Universiteti Politeknik, nga ana tjetër e ekranit me ekipet tona në terren paralelisht po transmetojmë dhe pamje nga bulevardi Dëshmorët e Kombit përpara godinës së kryeministrisë ku protesta vijon si çdo ditë tjetër. Protestuesit kërkojnë që të vendoset sërish banderola. Ato do të mbajnë fjalën e tyre sot këtu dhe do siç kanë mbajnë fjalën e tyre edhe në Parlamentin Evropian. Janë këtu për t'i thënë nga ky shesh kryeministri do qeverin të anulojnë ligjin. Kërkojmë nga ju që të ruhen me entuziazmin e këtyre ditëve dhe të kërkojmë gjithë bashkë dorëheqjen. Shikojmë nga njëra anë e ekranit nga pamjet që na vijnë nga Universiteti Politeknik që studentët kanë arritur që ta rimarrin banderolën e shpalosur pak minuta më parë dhe po ngjiten në katët e mësipërme, ndoshta për ta rivënë sërish në balkonin e Universitetit Politeknik. Çfarë po vërehet në këto momente? Nëse më dëgjon Osman? Mirë, ndërkohë që presim që të lidhemi sërish me Osmanin, pasi është pak në vështirësi duke qenë se duhet të ngjis disa shkallë aty ku studentët po vijojnë të ngjiten për të vendosur sërish banderolën ku shkruhej ju erdhi fundi, Shqipëria nuk është në shitje. Me njëherë me të shpalosur banderolën, pak minuta më parë, rojet e sigurisë të Universitetit Politeknik tentuan që të mbyllin disa nga studentët në një nga klasat atje dhe bën të mundur dhe heqjen e banderolës dhe ata të irrituar në shenjë dhe solidariteti dhe protestuesit e tjerë që ishin përpara godinës së kryeministrisë u nisën drejt Universitetit Politeknik në mënyrë që ta zhvendosnin protestën e tyre atje, ndërkohë që vijon dhe protesta tek bulevardi Dëshmorët e Kombit.
Nga ana tjetër e ekranit do të zhvendosemi dhe tek protesta që po vijon tek bulevardi Dëshmorët e Kombit përpara godinës së kryeministrisë, po flet në këto momente një nga eurodeputetet e cila ka mbërritur në Tiranë për t'u bashkuar protestës së qytetarëve. Ndjekim. Organized crime. And that Albanian people don't accept this is really a big sign of hope. Hope and proof that Albania is belonging to the European Union. And actually, it's really odd to see that you are the one defending the values and the rights of the European Union. And the government doesn't. You also don't accept that there's no democracy here. You fight for the right of freedom of expression, for assembly, and you don't accept that you're being intimidated, prosecuted, or subject to smear campaigns. And I take that message back to the European Union, to Brussels, that the people are ready to become member of the European Union. But that the government is still not ready for that. So I really encourage you to keep on mobilizing, to keep on protesting, and rest assured, we will fight in Brussels for the same values, for the same nature, and for democracy. We managed to have an amendment adopted in the European Parliament. A majority of the Parliament said there must be a moratorium, no further construction, and the law must be appealed. And we keep on fighting for that. We go back to Brussels with that message, and we say to the European Commission, you should finally act and make Rama clear. He should listen to his people and not to the rich foreign investors. So thank you so much. We are with many, and all of us take that message home. We will be there for you, fighting for nature, fighting for democracy, and fighting for you entering the European Union.